Ne shpresojmë se po, shpresojmë se ka edhe mendime të shteteve të tjera që t'i afrohen. Cilat mund të jenë, a keni biseduar? Ne kemi marrëdhënie të mira edhe me Bullgarinë, edhe me Malin e Zi, edhe me Maqedoninë, që janë shtete fëmijë, me të cilat kemi bashkëpunuar në vazhdimsi në fushën e mbrojtjes në sektor të ndryshëm dhe janë të interesuara të shikojmë gradualisht ne do të gjejmë atë gjuhën e përbashkët, sepse këto forma të bashkëpunimit vetëm s'ka e ndihmojnë zhvillimin e përgjithshëm, krijojnë ura lidhëse dhe format e tjera të bashkëpunimit në fushën e sigurisë, pavarësisht se çfarë kërkon, edhe në emergjenca, edhe në ngritje të kapaciteteve ushtarake të gjitha sferave, po njëkohësisht edhe krijon vlera të këtyre shteteve, vlera mbi të gjitha demokratike në ruajtjen e stabilitetit në rajon dhe krijimin e vlerave të tjera përgjithsisht në krijim të një mendimi edhe psikologjik përtikur nga gjithnjë nga ato konflikte të cilat në vazhdimsi fokusi mediave, fokusi opinionit, fokusi të gjithë njerëzve është vetëm ajo se çfarë është duke ndodhur dhe çfarë krizash eventuale mund të ketë në të ardhmen, duke marrë parasysh pasojat që sjellin marrëdhëniet e açaruara përderisa ne krijojmë bashkëpunim, krijojmë marrëveshje të cilat krijojnë hapësirë për të bashkëpunuar dhe për të koordinuar veprimet tona konkrete. Mirë, pastaj marrëveshje